Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja receta si të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkërit për 72 orë, do befasueni. Disa njerëz kanë probleme serioze me mushkërit, pavarësisht se nuk kanë pirë duhan ndonjëherë në jetën e tyre. Disa të tjerë mund të kenë pirë duhan gjithë jetën, por mushkëritë e tyre funksionojnë për mrekulli. Siç mund ta kuptoni edhe vetë, krejt varet nga forca e organizmit që keni. Sidoqoftë, në këtë video do t'i japim disa këshilla se si mund të pastroni mushkëritë tuaja brenda pak ditëve për të pasur një frymëmarrje më të lehtë, citon The Elsite. Gjëja e parë që duhet të bëni është të largoni produktet e bulmetit nga frigoriferi, pasi që do duhet t'i eliminoni toksinat që mblidhen nga këto produkte. Në ditën e parë të regjimit të detoksifikimit, pini një çaj bimor para se të flini. Kjo ju ndihmon të eliminoni toksinat në zor dhe të parandaloni kapsllëkun. Mushkërive nuk i nevojitet punë ekstra, prandaj ju duhet të siguroni që çdo organ vital të funksionojë më mirë. Pini ujë me limon para shuajtjes së mëngjesit. Shtrydhni 2 limona dhe lëngun e tyre e shtoni në 300 ml ujë. Ju gjithashtu mund të pini 300 ml lëng grapefruti. Nëse nuk ju pëlqen shija, mund ta pini edhe lëngun e ananasit. Këto lëngje janë të mbushur me antioksidan natyror, të cilët forcojnë sistemin respirator. Pini 300 ml lëng karrote mes shuajtjeve të mëngjesit dhe drekës. Kjo gjë alkalizon gjakun, gjë e cila është e domosdoshme për regjimin 3 ditor të detoksifikimit. Gjatë darkës siguroni të pini 400 ml lëngje të pasura me kalium. Ky mineral ka efekte të mrekullueshme në pastrim. Për shembull, duke pirë 400 ml lëng boronice të kuqe, ju do të shkatroni bakteri në mushkëri dhe do t'i parandaloni infeksionet. Rekomandohen edhe ushtrimet fizike në mënyrë që të eliminoni të gjitha eliminimin e djersës dhe toksinave të trupit përmes djersidjes së duhur. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmonte në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen e shëndetit tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë në mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe alkoolin. Lëngu i karrotës gjithashtu mund të jetë një aleat i mirë për ju. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, K, C, B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë do të ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant. Spinaqi, frutat e thata, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe nenexhiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bllokimet prej sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj, si çdo çaj tjetër bimor. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteriet. Nenexhiku qetëson rrugët e frymëmarrjes dhe të dyja bimët duhet të bëhen pjesë të regjimeve ushqimore. Mbrojtja e mushkërive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi por edhe nga suplementet. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, janë se të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta, të cilët do të sillen rezultate më të mira në sistemin e frymëmarrjes. Papastërtitë, zakonet e këqija dhe mjedisi rreth nesh janë përgjithsisht arsyet kryesore që kanë të bëjnë me shkaqjet e problemeve të mushkërive. Rreth 65 milion njerëz vuajnë nga sëmundjet kronike pulmonare, prandaj është e rëndësishme të kujdeseni çdo ditë për shëndetin e tyre. Me pak përpjekje mund t'ia dilni nëse zbatoni siç duhet detoksin e mushkërive. Konsumoni lëngje që pastrojnë organizmin. Duhet të dini që ndryshimi i mushkërive nis nga 2 javë deri në 3 muaj pasi keni ndruar regjimin.
Pas muajit të parë do të filloni të ndjeheni më të shëndetshëm, por kur të arrini këtu çfarë ju ndihmon? Uji i ngrohtë me mjaltë, uji me limon, çaji i jeshil, lëngu i karrotës, shafrani dhe xhinxheri, banane dhe spinaçi janë lëngjet më të mira që mund t'i shtoni për dietën tuaj. Praktikoni teorinë e kripës. Teoria e kripës është të bësh frymëmarrje të plota mbi grimca të vogla kripe. Quhet haloterapi dhe është një alternativë e mirë për problemet si astma, bronkiti dhe kolla. E këshillueshme është kripa e Himalajës. Përdorni vaj rigoni. Për ta bërë edhe më funksional, bëni një miks të vajit të rigonit me vajin e bajameve. Duhet të vendosni 1 deri në 2 pika poshtë gjuhës. Përpiquni ta mbani për 3 deri në 5 minuta dhe më pas e shplani gojen me ujë të freskët. Për të bërë efekte duhet të përsërisni 3 herë në ditë për të paktën 1 deri në 4 javë. Bëni dush të ngrohtë jo më shumë se 3 herë në javë. Për të marrë frymë lirisht mund të praktikoni gjithashtu dushet e ngrohta. 2 deri në 3 herë në javë janë të mjaftueshme për të shmangur problemet në lëkurë. Shmangni disa produkte të caktuara. Hiqni dorë nga produktet pikante, erëzat e forta ose ushqimet e procesuara. Pastroni më shpesh gjuhën tuaj. Nëse doni të mbroni mushkëritë, ju duhet të keni një higjenë më të mirë orale. Ne do ju këshillojmë të lani gjuhën tuaj çdo ditë të paktën 2 herë, pasi është shumë e rëndësishme larja e gjuhës për të shmangur bakteriet që mblidhen në gojë. Bëni ushtrime fizike për të pastruar mushkëritë. Mos harroni t'i shoqëroni me frymëmarrje të lehta, të cilat do të sjellin kështu rezultate mjaft të mira për shëndetin tuaj respirator. Gjithashtu, pastrimi i mushkërive mund të bëhet në mënyrë të rregullt përmes produkteve të duhura ushqyese, dhe konsulta me mjeku në këto raste është shumë e këshillueshme. Mushkëritë luajnë një rol thelbësor të sistemit të frymëmarrjes. Ato marrin oksigjen dhe filtrojnë jashtë organizmit toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkërive dhe funksioneve të tjera është thelbësore. Mushkëritë e shëndetshme garantojnë që i gjithë organizmi të ushqehet si duhet me oksigjen. Ekspertët sugjerojnë që një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e mushkërive është që të konsumoni ushqime me aftësi pastruese. Sigurisht që aktiviteti fizik, mos pirja e duhanit dhe shmangja e ndotjes janë mënyrat më të mira për të garantuar shëndetin e mushkërive. Ushqimet luajnë një rol kryesor në mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhra, agrumet, frutat e pyllit dhe xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomanduara për shëndetin e mushkërive. Fistikët. Fistikët janë të rëndësishëm për shëndetin tuaj të frymëmarrjes, citon dhe Elsaj. Sipas tyre, fistikët përmbajnë lloje të veçanta të vitaminës C, e cila ofron mbrojtje ndaj formave të ndryshme të problemeve. Fistikët ndihmojnë uljen e kolesterolit dhe ngopin lehtë dhe pa kalori, të cilat janë përgjegjëse për shtimin në peshë. Edhe speci djegës mund të jetë një mundësi shumë e mirë për rastin tuaj. Speci djegës është një nga erëzat më të fuqishme mirëbërëse të organizmit. Ajo ofron me 10 përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës ndihmon në shuarjen e kollës që irriton fytyn në vazhdimsi. Ekspertët thonë se speci djegës parandalon problemet e ftohjes dhe të gripit. Kjo erëzë shërben edhe për shpërbërjen e sekrecioneve dhe rekomandohet gjithashtu për njerëzit që vuajnë nga bronkiti ose problemet e rrugëve të frymëmarrjes. Edhe ushqimet e pasura me omega 3 janë një zgjidhje shumë e mirë për rastin tuaj. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkërive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet, farat, arrorët, vezët janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këto ushqime janë gjithashtu aftësia për të shmangur inflamacionin në organizëm dhe për të përmirësuar edhe shëndetin mendor. Pasurimi i dietës suaj me produkte sa më natyrale, heqja dorë nga pirja e duhanit ose produkte të tjera të cilat ndikojnë në përkeqësimin e mushkërive është një mundësi shumë e mirë edhe për të përmirësuar organizmin dhe për të rritur gjithashtu vlerat e trupit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.